A ka mundësi njeriu me qenë njeri i mirë nëse nuk beson? Nëse nuk e ka realizuar tauhidin si themin e hoxhallarët? Këtë e kam parasysh se nëse shikojmë janë nisë me urit shkallat edhe përqindja e krimit, e vjedhjeve, dhunimeve. Këto me siguri se një prej faktorëve është edhe mungesa e tauhidit. Po, sigurisht që në mungesë të besimit në ditën e dhënjes së llogarisë përpara Allahut, njerëzit mund të tërbohen shumë keq. Unë e kam lexuar qysh gjatë kohës së studimeve, domethënë dikun në një libër, nuk më kujtohet, në gjuhën arabe, një informacion shumë interesant. Londra është prej qyteteve që mas shumti mbikëqiret me kamera. Po. Gati se në çdo cep të Londrës mundesh ka, domethënë kamera që përcjellen për shkak të krimit që ndodh dhe për shkak të mbajtjes së situatës në kontroll, ato për ato arsye. Nëse dikush bën ndonjë kundërvajtje edhe para disa viteve, domethënë ndoshta disa dekadave, ka ndodhur që domethënë për një herë një pjesë e madhe e qytetit të Londrës ose këtë Londra domethënë të mbetet pa rrim. Edhe ka ndodhur pastaj domethënë me mira vjedhje, thyerje domethënë të dyqaneve. Domethënë edhe janë befasuar edhe njerëzit. Domethënë një popull, një individ, një shoqëri që nuk e ka të ngulitur thellë në zemrën e tij besimin se edhe kur nuk të shohin njerëzit, ka dikush tjetër që të dhe ka me të marrë në pyetje dhe kime dhanë llogari për ata që e bën. Nuk mund të e tash, a mund të ekzistojë ndonjë njeri? Ka njerëz, mund të ketë një njeri, mund të ketë një individ i cili thjesht për shkak bindjeve të tij për jetën, mund të jetë ateist për shembull dhe nuk bën krime të këtilla, mi po vetë fakti që ai mohon Zotin, domethënë kjo është krim në vete. Kjo të bëj krim ndaj vetvetes. Ndaj vetvetes, prapë. Krimin më të madh ndaj vetvetes. Po, se kështu në një bisedë me një ateiste kam pas kështu live në Gjermani, rastësisht jam taku. Më tha, ju besimtarët nuk e bëni një të keqe shkaku se e dini se dikush ju shikon. Ndërsa ne ateistët që se bëjmë të keqe ne jemi më të ngritur sepse e dimë se ajo është e keqe, se bëjmë pse është e keqe, jo pse dikush më shikon. Mirë po, ateistët janë të këtill, njerëzit që s'besojnë a janë të këtill, njerëzit tash nëse i shikojmë për shembull gjenocidet, më thon më të mëdha, janë shumë. Për shembull Stalini për shembull. Komunistët e kanë bë. Ato nuk e bëjnë sa për shembull se shkojnë 1 milion, 50 milion, 100 milion njerëz. Në Kambodja edhe aty. Në Kambodja për shembull, po. Khmerët e kuç që kanë bë, 1 milion njerëz. Thuaj se i kanë vrarë. Po, edhe shumë për shembull, shumë shembull ose në Kina, kur ka qenë ai revolucioni kulturor, kur e kanë ndalu fenë edhe atje. Dhe libri kryesor ka qenë libri i Mao Zedongit po. E quajnë revolucion kulturor. Ku secili ka dashur me mësuar çat libër, prapë, domethënë nuk është largu krim. Te musliman krimi aty ndoshta u bë tash në mënyrë më sistematike. Pushteti ka bë krim, ka vjedh nga populli, ka lënë të uritur, i ka lënë të vuajnë dhe kështu me radhë. Te musliman për shembull në Korenë së Veriut. Pa, shembull, te musliman për shembull nuk dihet, domethënë se muslimani është i mëshirshëm ndaj tjerëve edhe nëse ata janë mosbesimtar. Edhe ndaj kafshëve. Pejgamberi sa më thotë, një grua do të hyjë në xhehenem për shkak një macës që e ka mbyll. Edhe nuk i ka dhënë me hangër, as nuk e ka lënë vetë me gjetë ushqimin. Në kulturën islame, për çfarë më pëlqen kjo tema e gjenocidit ndaj armenëve, që është diskutabile, më thonë akuzohet Turqia,
akuzohet Turqia, ndërsa Armenia dhe edhe disa shtete perëndimore me ngulm insistojnë se ata 1 milion e kusur armen, domethënë është ushtruar gjenocid mbi ta gjatë kohës së perandorisë osmane. Mirë po nuk ka fakte. Më shumë është temë politike kjo se sa që është realitet. Edhe një prej politikanëve, domethënë të Turqisë, një prej argumenteve që i parashtonte, përveç që thoshte ne duhet të shikojmë arkivat e të gjithëve që kanë edhe arkiven e perandorisë osmane, gjejmë fakte edhe arkivat e tjera, jo vetëm pala njëra palë çka pretendon. Edhe thoshte një prej argumenteve se nuk është në kulturën tonë, kjo ne nuk e bëjmë këtë veprim. Edhe muslimanët kurrë njëherë nuk e kanë më përveç, domethënë sekteve të devijuara, që në fakt ata nuk e prezantojnë edhe nuk e përfaqësojnë fen islam, ndërsa besimtari nuk ka mundësi që me ba. Nga ana tjetër, krimi në përgjithësi, për shembull, krimi të një shoqëri ku beson se do të jep llogari për veprat e tij, për më thonë çdo individ do të përgjigjet për Allahu subhanahu wa taala, krimi minimizohet. Edhe është një libër, domethënë është një libër që ka shkruar një prej profesorëve të më thonë Arabisë Saudite, më thonë ndikimi i zbatimit të ligjeve të shariatit në Arabinë Saudite për, domethënë, eliminimin ose zvoglimin e numrit të krimeve që bëhen atje. Edhe me statistika, tash normal nuk i mbaj mend statistikat, por që nëse krahasojmë kështu, në shoqërinë e Arabisë Saudite, për shembull, sa vrasje ndodhin, edhe ta marrim për shembull një prej shteteve më të zhvilluara, më të lira, më demokratike, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës krimi është, domethënë, shumë i lartë. Nëse zgaboj, domethënë çdo disa minuta ose gjysore, domethënë nëse merret një mesatare nëse bëhet në total, atje vritet një njeri i pafajshëm. Domethënë vrasja është diçka sikur me pi një çaj. Ndërsa te shoqëritë ku ka një vetdije fetare, një besim te Zoti. Domethënë ka fillimisht humanizëm, ka njerëzillëk. Ka njerëzillëk. Kjo është domethënë te muslimanët. Edhe jo vetëm vrasjet për shembull. Ne të gjithë kemi studiuar, domethënë në Arabinë Saudite. Unë për shembull kur kam jetuar atje, nuk ka pas nevojë veturën. Besoj që edhe tash është, nuk e di, se bëhet fjalë për para. Domethënë nuk ka, domethënë veturën s'ka pas nevojë me mbyll. Pse domethënë nuk ka qenë ajo këtu ose në përvendë s'ka pas frikë. Domethënë, ndërsa më herët këtë kam me të ndëgjume, nuk e di se edhe artart, më thonë që janë në tregun afër xhamisë së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur ka thirrë në ezani për me fal namazin, dyqanet e tyre i kanë lënë të hapura. Tash mund të ndryshojë situata për shkak të ardhjes së njerëzve të huaj. Mri kohën, flasim për vitin 94-95, kur ka qenë tregu i vjetër në Medinë. Atje pjesa e parë ka qenë këto që shesin ari. Edhe vinë ke kohë e namaz, vetëm i mbulonin me çarşafa dhe shkonin në xhami. Që do më thonë se aq një siguri shumë... Paramda, a këtu për shembull me... Këtu edhe në përgjithësi në botë, çfarë masat sigurisë vendojnë artarë, do më thonë atë xhamin e blinduar, çfarë masat sigurisë, do më thonë, edhe prap, tash në Kosovë patëm para disa ditëve ose disa javë në Suarek. Ndodhin pikditës, ne në Qarqin Shkupit i dim shumë mirë raste, domethënë që ju hinin artarëve, u merrnin çka gjenin edhe kush plagosej, kush ikte, kush shpëtonte, kush dëmtohej, domethënë këtë janë realitete, ndërsa te fatkeqësisht aty ku nuk ndjenja e besimit nuk është e fuqishme gjallë, se mund në besim ne nuk ka mohojmë edhe njerëzve të cilët janë mëkatar, mirë po, një besim i zbehur, sigurisht që nuk do ta jap këtë rezultat. Një besim i fuqishëm në madhrinë e Allahut, në njohshmërinë e tij, në përgjegjësinë që e kemi si njerëz, në ditën e gjykimit. Sigurisht që kjo është, domethënë, e bën njeriu shumë më të përmbajtur se sa një njeri i cili s'ka besim ose që besimi i tij është shumë i dobët, i zbehur. Kjo ma kujtoi tash një ajet kuranor ku Allahu do të flet për besimtarët, thotë ata që kanë besuar,
dhe besimin e tyre nuk e kanë njëllosur me padrejtësi. Ata kanë siguri. Ata do të kenë siguri. E kështu që kjo ishte shkadeshta me vetë. Lidhshmëri shumë e fortë mes imanit, bindjes edhe sigurisë. Saqë edhe ka aspekti gjuhësor, nëse e marrë në zbërthejmë fjallën iman, vjen prej emën, prej sigurisë, që nënkupton se një besimtar që është me iman të fortë, ai do të më kanë i sigurt në vete, ndaj Zotit, por je i sigurt edhe prej ti, edhe në familjen tënde, edhe në shoqërinë tënde. Do thonë, je plotësisht i rahatshëm me ta. Pse është kaq lidhshmëria e ngushtë? E kemi shpesh i dëgjojmë hadithet e pejgamberit ku e ka lidh çështjen e imanit me çështjen e disa veseve që nuk janë të mira tek shoqëria islame. Për shembull, kur ka ardhur puna ta ndaloje përgojimin, kur ka ardhur puna ta ndaloje mos respektin, la yu'minu ahadukum, s'ka besu askush prej derisa ta bëj këtë. Do thonë, e ka lidh thjesht çështjen e imanit me disa tipare, me disa gjëra, me disa vepra. Tallin për shembull kur flet për ta, la yaskhar para mendon ti çfarë shoqëria islame është, deri në atë gradë hin çështja e imanit dhe imani ngritet edhe morali. Në momentin që bën morali ka radhë imani, flasim në një emision e njëra tjetrës, ajo. Për çështjen e moralit, se morali është me të vërtetë jetojmë në një kohë të dekadencës apo krizës së moralit, edhe të flasim për këtë. Ose hadithi tjetër, ku thotë musliman është ai i cili nga dora dhe gjuha janë të sigurt të tjerët. Men selim el muslimuna. Jo, atë kuptimi i hadithit që dikush e ka përkthy gabimesh, i ka dhënë selam me dorë dhe me gjuhë, po janë të qetë njerëzit për ti. Por i rrim bashk, edhe unë jam i sigurt se ky nuk mban zelin ndaj meje. Ky nuk do të më përgojon nesër mua. Ky nuk e ka një qëllim të keq ndaj meje, ndaj familjes, pasurisë, ndër. Jam plotësisht i rahatshëm me to. Kjo është fryt i imanit dhe tauhidit, inshallah.